më thash edhe parë, edhe ato kërkesa më e madhe e biletave është për me pa Portugalinë dhe Argentinën. Vazhdon, është e njëjta situatë, është e çuditshme. Të dy lojtarët janë largu prej futbollit europian, prej skenës të madhe europiane, kanë shkuar për kampionate me më pak cilësi ose që ndiqen më pak, por vazhdojnë me kënë dy kryesorë që bëjnë lajmin më të madh. A mund të përfundoj me një trofe botërore për Ronaldon me Portugalinë apo Messin që të mbroj trofeun e 4 viteve më parë, me Argentinën apo një detyrë e vështirë kjo? Portugalinë shoh një ekip shumë të fortë, më thënë drejtën, jo vetëm për Ronaldos, po për vetë përbamjen që ka si ekip, kurse Argentinën nuk është e shoh shumë pretendente, por njëjtën gjë kishin edhe 4 vjet përpara. Nuk e fillunen si pretendente, fillunen bile duke hub neshjet në grup, me zor kalunen grupin, po pastaj u rritën rrugës. Kështu që duke një këtë logjik, këte botëror i shoh më të fortë se sa ishin në fillimin e botërorit tjetër që e fitunen. Këto 20 vjet futboll janë dy personazhe të jashtëzakonshme, edhe me qenë se Messi e fitoi, kisha pas qef ta fitonte edhe Ronaldoja, sepse është një diçka tash, janë njerëz, janë personazhe që e kanë shtru futbollin jashtëzakonisht shumë, edhe i kanë dhënë futbollit një vëmendje, një rëndësi të jashtëzakonshme me atë që kanë bën fush. Po nga ekipet kombëtare në këtë botëror, kë simpatizon më shumë Salihi? Nuk kam në kombëtar kështu, vazhdoj me njek atë që kur kam qenë i vogël bashkë edhe me vëllezërit e mi, kemi qenë tifozat Brazilit, Ronaldos, brazilianit, edhe jam rrit me atë, edhe prapë më rrin pak ajo tek Brazili, por nuk kam në ekip favorit, më thënë drejtën, thjesht nga që nostalgjia tash jam rrit si tifoz i Brazilit dhe kam qef me pa, pavarësisht se nuk e shoh, u bën në kohë që nuk e shoh që është më ai Brazili i bukur edhe Brazili që të bën me mu bë tifoz me ta, por prap aty ndoshta jam i fije më tepër, kurse për ekipet tjera gjithajsaj nuk kam ndonjë. A do t'i përjetosh live emocionet e ndonjë ndeshje? Nuk e besoj, do t'jem vetëm javën e parë botërorit këtu, ndoshta ndeshjen e parë Brazilit me Marokun, atë mendoj me e pa, mas asaj pastaj thash marrim pushimet edhe ne shkojmë gjithmonë vim Shqipëri për pushimet, kështu që edhe kësaj herë do t'jetë njësoj, por ndoshta vetëm ndeshjen e parë të grupit Brazil-Marok. Shqiptarët besoj si në çdo botëror edhe këtë herë do t'jenë të shumtë. Sot janë tifoz të një kombëtari tjetër, por gjithmonë me shpresën që një ditë edhe Kupa e Botës do të flasë shqip. Shqiptarët nuk janë përfaqësuar në Kupën e Botës, por kanë qenë gjithmonë prezent. Edhe kësaj herë nuk do të jetë ndrysh. E veçanta është se janë bë shumë shqiptar që i kanë mundësit për me njek tash këto ndeshje, edhe kjo më vjen mirë, pavarësisht edhe ato, nga që janë disa tjerë që e duan shumë futbollin edhe sakrifikojnë shumë për me qenë prezent dhe me njek me pa këto kompeticione. Kështu që do jenë prezent jashtëzakonisht edhe në këtë kompeticione dhe besoj deri në finale prapë do të ketë shumë shqiptarë. Shpresojmë shumë që edhe ajo ëndra jonë më e madhe që një ditë ta shohim kombëtaren shqiptare mes gjigantëve të futbollit botëror në një ardhme të afërt, shpresojmë të bëhet realitet. Po tash ne kemi filluar me i realizu ëndrat tona, kështu që edhe kjo ka filluar më bë një ëndër që mund të preket, mund të realizohet, i shkum shumë afër kësaj herë, besoj që do në kohën e vetë, por nuk është një diçka e pamujtur më.
Hamdi Sali, unë të falenderoj shumë që gjetët kohën, mundësit edhe i bëm një analizë të gjithë botrorit me emocione dhe spektaklin që na pret nga ky kompeticion. Faleminderit edhe kënaqësi gjithmonë.